Takimet me banorët e Shkodrës nga kandidatët e Partisë Socialiste vijojnë në një tjetër zonë të qytetit. Në Zazën 4, drejtuesi politik Benet Beci, shoqëruar nga kandidatët Kejsi Spahia dhe Unit Bejleri, janë takuar me banorët e kësaj zone, ku përcollën mesazhin e vazhdimësisë së investimeve dhe vëmendjes ndaj Shkodrës me 11 maj. Mendoj që tani kemi diçka me folë si asnjëherë tjetër. Nëse na kanë besu dhe na kanë votu vetëm mbi premtimet, ne sot duhet na besojnë edhe të na votojnë mbi faktet që i shef kushdo. Fitoria e Partisë Socialiste është e sigurt gjithë Shqipërinë dhe ju e dini pse. Ka vite që ne kemi punuar në Shqipëri, kryeministri Rama ka bërë një transformim të jashtëzakonshëm të gjithë Shqipërisë. Por ne këto 2 vjet provum që Shkodra po transformohet dhe në 2 vjet ka bërë punën e 30 vjetëve që s'është bërë në këtë qytet. Ne e duam të na votojmë pesën dhe Partinë Socialiste për të vazhduar të gjithë kantieret e hapura në këtë vend. Ne kemi fatin që kemi një qytet dhe një popull dhe shkodranë një njohës, e pozitiv, e njerëz që e dallojnë të mirën, e dallojnë të bukur, e din ta vlerësojnë punën, e din ta vlerësojnë edhe përpjekjen dhe dashurinë që kemi ne për këtë qytet. Dhe ata do dinë shumë mirë, dhe ju do dini shumë mirë, të flisni me këdo, që qartësisht vetëm të hapin syt. Vetëm të hapin syt dhe vetëm të vlerësojnë punën. Dhe vetëm të shohin çfarë ne kemi propozuar nga përfaqësuesit për të vazhduar këtë punë, ekipin ton, të deputetëve që do mbrojnë Shkodrën dhe do dalim me rezultat të jashtëzakonshëm. Më besoni, sepse ne dim ta kthejmë që të derojmë Shkodrën, që Shkodra të hyjë në qytetet ku Partia Socialiste ka mbështetjen më të madhe dhe që të justifikojmë dhe investimet e mëdha që presin gjithë. Jo të gjitha investime ne na bojnë krenar dhe ne e kena gojen plot me a kërku voten cilit do qytetar sot. Dhe kjo vot se s'ban duhet me ardhë në mënyrë që ne t'i vazhdojmë të punë sa më tepër. Shkodra sot ka marrë vëmendjen e të tanë Shqipërisë. Janë 8 investime strategjike të cilët po i dedikohen drejt për drejt Shkodrës për me kthy Shkodrën në një nyje lidhëse jo vetëm brenda për brenda Shqipërisë, po me komplet rajonin. Njerëzit sot po marrin frymë ndryshe. Shkodra sot po merr frymë ndryshe. Po merr frymë ndryshe prej të tanë këtyre investimeve që ne na kanë munguar ndër vite. Dhe sot unë mendoj edhe e them me plot gojë që ne kemi kthy faqen e këtij qytetit. Dhe kjo është komplet fal punës që ka bërë kryetari edhe fal vëmendjes që i ka dhënë edhe qeveria. Por Partinë Socialiste 11 maj është data që garanton vijimin e investimeve, të cilat gjatë 2 viteve të fundit janë shndërruar në një realitet të prekshëm për Shkodrën.